Nuk do të shpallet gjendje epidemike në Gosivar, derisa të zbardhet shkaku i valës së rasteve me probleme gastrointestinale. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski tha se autoritetet shëndetësore kanë nevojë për më shumë të dhëna nga anketat epidemiologjike për të identifikuar burimin e infeksionit. Pas vizitës në spitalin e përgjithshëm të Gosivarit dhe takimeve me drejtuesit e institucionit, Klekovski vlerësoi se situata po menaxhohet dhe se spitali ka kapacitete dhe terapi të mjaftueshme për trajtimin e pacientëve. Ministri u bëri thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë me ekipet epidemiologjike pasi informacionet nga pacientët janë të rëndësishme për përcaktimin e shkaktarit. Значи имаме повеќе институции вклучени во епидемиолошкиот дел и повеќе типови на истраги за да се исклучат сите опции од тешки метали, од паразити, вируси, бактерии и така натаму. Во моментот целосна епидемиолошка анкета имат попълнето само 19 граѓани. Морам да апелирам на граѓаните да се одзиват на поканите, позивите телефонски од епидемиолошките служби на Гостивар и да соработуваат со нив. Повеќе епидемиолошки анкети ни се неопходни за да добиеме слика за што се случува. I pyetur për dyshimet nëse shkaku mund të jetë ushqimi apo uji, Klekovski tha se përgjigjen duhet ta japin epidemiologët pas analizave përfundimtare. Ai shtoi se nuk mund të përjashtohet apo konfirmohet asnjë mundësi pa përfunduar hetimi. Значи ниту јас, ниту директорката на јавното предпријатие сме некои што можеме да посочиме. Има епидемиолози, тоа е работа на епидемиолозите. Има Центар за јавно здравје, има Институт за јавно здравје, мислам дека треба да сочекаме нивна оценка. Можам неформално да коментирам дека шансата да 1000 луѓе се затојат од храна, а то не е фабричка хала во некој од фабрики што имат по 5000 работени се многу мало. Дополнително ова трае веќе 4 дена, така да е за мене храната е исклучена како логички исклучена како можен извор, бидејќи Ndërkohë autoritetet shëndetësore po analizojnë edhe faktorë të tjerë të mundshëm që mund të kenë ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve, përfshirë edhe ndikimin e ndotjes së ajrit. Ndryshe pacientët e parë janë paraqitur natën e 13 korrikut, kurse mbi 200 qytetarë kërkojnë ndihmë çdo ditë në spital. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 100 ndërhyrje në repartin e pediatrisë dhe 160 në repartin e sëmundjeve infektive. Nema bakterija, tuka se kažува дека има акутна инфекција, што покачени се малку лейкоцитите, 10.000 и 12.000 тука. Немаме други параметри покачени. Ја мислим дека денеска и вчера беше пикот на инфекцијата. Ја мислим така. Ќе видиме другите денови како ќе биде. Pjesa më e madhe e pacientëve janë nga Gosivari, por raste janë regjistruar edhe në fshatrat përreth si Vërtoku, Çegrani, Çajla dhe Debreshi.